Komisioni i ankimit në Policinë e Shtetit, i mbledhur këtu të martë, ka ndryshuar vendimin fillestar të standardeve profesionale të dhënë pak javë më parë për ish-drejtorin e Policisë së Lezhës. Për ish-drejtorin Altin Mena, burimet bëjnë me dije se është vendosur shtyrje gradimi për 3 muaj, duke rrëzuar masën e parë që ishte ulje në grada për 5 vite. Po ashtu për zëvendësdrejtorin për rendin, Taulant Gjoka u vendos shtyrje afati gradimi për 6 muaj, duke zëvendësuar vendimin fillestar për përjashtim nga policia. Përjashtim fillimisht pati edhe për shefin e komisariatit të Lezhës, Oltion Gjoni, por komisioni i ankimit vendosi ta rrëzojë, duke dhënë vendim shtyrje afati gradimi për 1 vit. Rreth 1 muaj më parë, Drejtoria e Standardeve Profesionale kishte marrë masa më të rënda disiplinore ndaj tyre, me argumentin se nuk ishin përmbushur si duhet detyrën. Gjithçka ndodhi pasi u zbulua një kazino që funksiononte në mes të qytetit të Lezhës, si dhe një magazin me lëndë narkotike të dyshuar kanabis, e cila u zbulua në muajin janar përgjatë superstradës Lezhë-Milot.